Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes nga kjo studio, duke dëshiruar që të gjithë të jeni mirë dhe kjo ditë të shkojë e mirë dhe e mbar për të gjithë. Në fakt, kur unë bëj prezantimin në studio për të ftuarit e mi, shpesh më ndodh që për një personalitet a një tjetër të mund të shprehem një herë ashtu për shumë atribute që ata gëzojnë. Natyrisht të tillë personalitete rrezatojnë në gjithë ecurinë e tyre, sepse me aktivitetin e tyre, me kontributin që ata japin, me cilësitë e tyre, kanë gjithmonë gjurmë dhe ato janë mbreslënse për çdo që bashkëpunuan e bashkëpunojnë, për çdo që jetojnë së bashku dhe marrin dhe japin shumë çka nga shpirti i tyre. Me mua sot në studio është një zonjë që ka të tilla atribute, sepse ajo është artiste, sepse ajo është pianiste, sepse ajo është pedagoge e pianos, sepse ajo është koncertiste e skenës në piano. Ajo është pjesëmarrëse në ansambl, në lojën e ansambl, por ajo është edhe një nga drejtuesit e shkollës artistike Prenj Jakova. Me mua sot në studio është zonja Irena Mihilli. Mirëmëngjes, profesoresh Irena, mirë se erdhët në studio. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Jam e nderuar këtu. Zëri yt melodios më kujton shumë çka, por edhe më përgdhel në këtë mëngjes. Në fakt, ju nuk jeni shkodrane, por prej më shumë se 40 e ca vitesh që jeni në Shkodër, tashmë jeni shkodranizuar. E martuar me regjizorin e mirënjohur Edmond Mihilli, nën e 2 fëmijëve, por edhe gjyshe. Ju tashmë e keni përvijuar jetën tuaj këtu në këtë qytet. Si jeni ndjerë? Në fillim erdha vetëm. Tashti them jemi ne. Jam me një hark familjar, shoqëror, edhe qytetar në Shkodër e ndjej veten në shtëpinë time. Domethënë, është bërë vendi, edhe kam gjetur një bashkëpunim, kam gjetur një mirë kuptim të tillë që e ndjej kur hyn në Shkodër dhe edhe më mbetet pak edhe kështu kur dal nga Shkodra. Sepse është ajo foleja jote që është bërë tash. Kur keni ardhur në Shkodër, keni qenë, nëse nuk gaboj të jemi sakt, e para pedagoge e pianos me shkollë të lartë në shkollën artistike. Po, kam ardhur se më kanë dërguar të ndërtoj shkollën e pianos artistike në kushtet më profesionale. Ato vite ishin vitet 73, mua me emëruan ato në Institutin e Arteve, se Universiteti i Arteve sot ka qenë Instituti i Arteve. Unë isha një person që kisha rënë sy për një lloj aktiviteti shumë planç, të thelluar në disa drejtime, më shumë edhe se sa ishte programi i vetë shkollës, pse se aty ishte një klim që mua më interesonte. Isha një njeri me interesa, një gocë e vogël, një studenteshe e re, por pa dashjen time, domethënë i vinja mendja që gjëja kisha ardhur të mësonja, edhe aty kisha që të mësonja, se ishte një kuadër shumë i përgatitur. Ishin në ato momente që energjitë e tyre ishin vetëm buruse, domethënë, ishte një gjë shumë e mirë, një fat i madh. Edhe unë u lidha me atë ambient, kështu që ato e dinin që përpara që unë do fluturonja në Shkodër. Unë se dinja vetëm. Pastaj kur erdhi puna që shoku im ishte edhe Edmond Mihilli shkodran, u bën 2 gjëra. E prita, ne ishim përgatitur me një mentalitet të tillë që jo vetëm Tirana ishte, unë isha një tiranse, me origjinë nga Korçë. Edhe një familje që më kishte edukuar me këtë frymën që ti më kishin shëtitur në për disa psikologë të Tiranës, edhe për çfarë mund të jetë kjo vajzë. Më shifnin në Kopës që nuk bëhesha me balt. Më kishin bërë një artikull në Kopës, kisha dalë dhe në Tiranë, kisha kërcyer dhe valsin e Tiranës, që 5 vjeçë, këti unë kishin gjetur disa elementë të veçantë. Element që i kishin mbledhur bashkë dhe i kisha krijuar një përshtypje që ju bindesha për gjëra artistike kryesisht. Pëlqenin flutrat, pëlqenin lulet.
Me baltën nuk shoqërohesha. E kisha zot. E bukura me sa di ju kanë ndjekur në ecurin Të tuaj. them drejtën, e kam gjetur që përpara në ambientin familjar. Ishin koçaret janë për shtëpi, për kështu, e punojnë të gjalla me gjëra, gjenja motive për që ndisur, për të bërë dhe unë nuk dinja atëherë piano, po fillova shumë shpejt të bënja disa gjëra në qëndësi, me grep, me shtiza, me një fantazi, kështu që si të shifnja. Edhe më vinin edhe, se disish puna në jetë, duhet të vinë ca raste që të nxisin, ishan spunto. Pastaj ti kapesh metodhe, fëmijë isha, unë lodër e kisha. Edhe vazhdova. Kur erdhi puna që në kopshtin tim ishte një zysh shumë e përgatitur që kishte lënë baletin për arsyet e saj familjare dhe ishte zysha ime në kopë, zysh Oli. Ajo, sa më pa mua të hollet brishte isha kështu. Po kishte top modelin në ato moshë, unë isha krete holl, tamam e përshtatshme fizikisht. Edhe e shifte që isha e shkathët e i përgjigjesha kërkesave, kisha interesa, të tilla. Edhe më thot mua, ne kemi një çfaqe, thot, pa hajde një me zyshën këtu të mësosh. Çfarë të mësoj? A di të kërcesh ti? Po, di të kërcej. Po çfarë di të kërcesh? Po ja kërcej tango, kështu se ç'a di një unë. Edhe ajo më tha, do kërcesh vals lento, valsin e Tiranës, sa në maj, në një maj. Ishte një kështu, ato mbrëmjet e Tiranës që mblidheshin njerëzit edhe ishte një podium që ishte ndërtuar. Ka qenë një periudhë, siç thon. Edhe ajo më përgatiti, një 2 javë sa u mor me mua, ishte një fizharmonicist, ai më shoqëronte, tha, ja, ai do të filloj, tha ti do kërcesh tash. Aty dhe unë isha soliste vetëm. Fustan të bardhë. Kjo ishte e para. Pastaj, ato në shtëpi pa që kisha të tilla nxitje, edhe mamaja punonte në universitetin e shtetit atëherë. Po, shtetëror të Tiranës. Shtetëror Tiranës, edhe ishte një zyrë që ajo ishte korektore e buletinit shkencor që dilte atëherë. Prej kësaj kishte shumë takime me njerëz shumë të shquar të asaj kohe, po profesorë. Ajo i korrigjonte ato artikujt e tyre shumë e përkushtuar. Sa herë që kishte lidhje me njerëz të tillë, asaj shkonte në mend që për Irenën time ç'do thoshte filani. Edhe më merrte, prezantonte, më çonte në mënyrë kështu për të ditur më mirë se për çfarë mund të isha unë në të ardhmen time. E kisha këtë mundësi. Isha në kopshtin numër 1 të Tiranës, quhej kopshti i kuadrove atëherë. Kishi dhe shtëpitën aty afër. Në te Lana, dhe shtëpi italiane të Lanës, ishte shtëpi e mirë. Pse ishte kjo? Se kjo familja ime, mamaja, kishte ardhur nga Korça me gjithë familjen e vet. Pse? Në Korçë, shtëpia e tyre ishte tamam në mezet vendit, si thonë Shkodër. Edhe u bë lum. Bulevardi i Korçës, tamam qendër të Korçës. Ishte një vile e bukur, e bardhme, e shumë me balkone, me gjëra kështu, e shumë e stiluar. Gjyshi ishte me disa funksione, po ishte edhe kryetari i gjykatës. Njëri elitar, një ndër 3 familjet e Korçës që kishte marrë pjesë bile edhe në lëvizjen e 1919-s, kur Korça u bë 7 ditë Paris i vogël. Kjo ishte lëvizje shumë e rëndësishme, ai ishte njëri aktivizuar, patriot, e lidhur me vatrën, me shumë. Ishte i shkolluar me 2 shkolla atëherë. Edhe e dyta ishte Selanikut, kjo e jurisprudencës. Ishte jurisprudent i kualifikuar dhe prej kësaj mbante shumë lidhje edhe jashtë dhe brenda. Unë e kam këtu, po ja u tregoj si portret, është interesant. Sa bukur që ju keni marrë dhe kujtimet tuaja. Po ja, shumë mendova. Unë kam luajtur me gjysmët e gjyshit, tjetër gjë s'kisha, ai kishte vdekur atëherë. Absolutisht. Po, interesante. Është. Shaqir Hoxha, kështu quhej gjyshi. Po. Respekt shumë. E është zakonshme, nuk takon gjithmonë. Edhe tani është bërë nderi i Korçës. Ka marrë një medalje, pse se ka qenë një figurë që e mbuluar për periudhën, por u gjetë në mënyrë shumë bukur, kishte ardhur kjo është që ka marrë deri Korçës, e ka marrë vonë, po, ka. Pra, ju rridhni nga një familje që ka rrëj të tilla dhe interesa të cilat intelektuale. Pra nuk janë të mia ato që kam
që kam manifestuar. Po ju buluat. Po jo, si unë janë shumë. Për shembull, Jo, po nga njëherë ju të gjithë mund të vijojnë. Këti libri është djalitesës time. Edhe ai i buluar në këtë. Edhe në babani. Ai ka shkruar babani, po sot është në Belgjik. Edhe ka shkruar është shumë kështu, shkruan shumë. Ai ka shkruar për gjyshin. Edhe ja ku është gjyshi këtu, mënyra si është gjetur, si është sa bukur, sa nderim. Se kishte humbur bari gjyshi tim. Familja gjithmonë. Edhe ai thot, ai ka hulumtuar bashkë me ata të njerëzit që janë marrë me figurat historike. Edhe ka gjetur që ka qenë një njeri i formuar me 2 shkolla. Ka qenë jo vetëm kryetari i këshillit bashkiak edhe juristi i parë, si me thënë aty, po kishte në atë varësinë e tij dhe 5 kështu zona të tjera i protokollit në shpalljen e krahinës autonome të Korçës. Pra ju profesoresh Irena jeni në rrenë patriotësh. Të vërtet, veç nga ata pushtetarë që kanë bërë familje që duhet të dallon për vlerat patriotike, intelektuale, por dhe artistike, sepse ju që në hershmëri i transmetuat ose i identifikuat si një artiste. Po, dhe hyra liceun artistik, me një konkurs për 120 vetësh, u pranuan 20, dhe unë isha në të pakt. Pastaj, kujtimi parës që mbasi mbarova vitin e parë të pianos, mua më caktuan nga gjithë fillorja bashkë me një djalë në violin që të luajnë një pjesë në teatrin e operës në koncertin përfundimtar, që ishte koncerti më i rëndësishëm i liceut artistik atëherë. Shumë se unë kam vazhduar liceun artistik. Ka nga një herë disa gabime ca libra që janë shkruar dhe këtu në Shkodër që thonë që Irena ka bërë 8 vjeçare në Shkodër. Jo. Unë kam ardhur nga liceu artistik dhe ka qenë një shkollë shumë e ngrohtë për mua. Unë nuk mezi prisnja të shkojnë në Shkop. Kishe një shoqëri të pa matë aty, të gjithë më përkvelnin, më ashtu më flisnin. Ishe shumë lozënjare. Ashtu isha. Ishte njeriu kur është në ato mosha, nuk bën. Është e vërtetë. Edhe unë ishta. Prandaj mamaja më shëtiste ndër këta njerëz dhe ato thoshin, kjo është artiste. Dhe këto e vërtetoj jeta. Jo, unë u bëra tash nuk e di sa artiste pa artiste, po një njeri me interesa në këtë fushë. Dhe ja, përderisa ti mban mend çfarë kemi bërë ne të dyja në ato klasat tona, kjo është gjë e mirë. Pse tregon që ka lënë një vazhd, nuk është një punë pa krye, pa kokë. Është respekt plot mirënjohje, jo vetëm nga ana ime, por edhe i një masë të madhe nxënësish, kolegësh, bashkëkohësish që kanë ndjekur aktivitetin tuaj. Ju erdhët në Shkodër natyrisht si një pianiste, por edhe si një metodiste moderatore kam ardhur, quhesha moderatore në emrimin tim, pse se ishin të pakët kuadrat. Dhe unë kur erdha, isha shumë kurioze të dinja këtë do gjenja këtu. Çfarë ishte ajo shkollë që ekzistonte, që do të ngrihej kati i dytë i shkollës, që ishte shkolla mesme, se unë isha specialiste e piano për shkollën e mesme. Dhe përpara kisha dhënë ca shembuj në lice. Do të thënë duke qenë lice, duke qenë institutun, që në vitin e dytë jemi mësim për nevojat e liceut, si asistente pedagogës time, Anita Tartari, i jepja në lice edhe 2 nxënësve që sot janë personalitetet shquara dhe ato. Njëra është në Zvicër, është drejtoreshe një opere, vajza e Bedri Dedës, Edlira Dedja. Ka bërë me mua në ato kohë, Mila Anita, se kishte shumë nxënës, Irena merru ti me këto se nuk më del koha për këto. Edhe tjetra është vajza e drejtorit të operës, Valbona, si Mixhiu ishte atëre, tani është Valbona Xodze. Edhe ajo një njeri shumë i përkushtuar dhe sot e kësaj dite shumë nderuar lice. Kur vjen nga një herë që më gjen aty te shkallët e liceu duke pritur, më gjente se tash i shkoj më rrallë, vinte. Zish. A di se unë prej te kam shumë rrugë që mi ke hapur ti. Sa bukur. Po jo më keni qenë të mira vetë, më dëgjoni të paktën. Unë flisja nuk shkon të kot ajo e folur. Po ju erdhët në Shkodër dhe nisët punën me shumë përkushtim dhe dashuri. Unë do me thënë nisa, punën e vazhduar e nisur në lice. Pastaj, përveç kësaj, iku me lej lindje Anita dhe më thot do të le klasën.
Klasën ishin shoqet e mia të klasës. Do t'i përgatinja për saxho. Edhe kjo ishte një gjë më e madhe për shpatullat e mia, megjithatë unë nuk thosha dot jo. Po çfarë do t'i bëj? Atë që i bën vetes tënde. Ashtu si e bën për vete, si e koncepton ti, ajo është në rregull për këtë gjë tjetër. Po mirë. Ndolin qik nami mua, vinin dhe thoshin, hajde më shoqëroj njëri, hajde më bëj tjetri. Unë nuk thosha dot jo dhe vazhdojnja, po ngarkova shumë. Po kjo ishte diçka e mirë. Shumë e mirë. Sepse njeriu punë nuk u stërvit, mbetet prapa. Unë nuk e bënja për stërvitje, po e bënja pak si në shërbim popullit, si më thënë, dhe për kuriozitetin tim, ç'a ishte e vepër që kisha përpara. Kaq ishte. Po gjithsesi ju shërbente ju si artiste. Po, edhe arrita të luajja, domethënë të shoqëroja deri Prokofiev, sonatën 1, që ishte jashtë programit atëherë se ishte si modernist. Po ne bënim edhe. Dhe nga kjo më propozuan shpejt e shpejt në bërthamën shkencore të parë të Institutit të Arteve, në drejtimin e Albert Paparistos, edhe që më vonë u bë kursi pas universitar, që unë 77 në ndoqa. Po, ju e keni ndjekur kursin e kritikës letrare. Po, jo kritikës. Kritikës artistike. Instrumentale. Me drejtim instrumenti. Po. Dhe me përfshirjen e këndit shikim shqiptar, domethënë të literaturës shqiptare. Bënja dhe fillohet, bënja detyra dhe vogla, pavarësisht nga piano kishte punën e vetë. Edhe këto ngarkesat që më jepnin kështu, më dhanë rrogë. Atëherë 6.000 lekë rrogë ishte. Ju ishe ende studente? Studente në vitin e dytë. Dhe më dhanë për nevojat e tyre pa i kërkuar unë. Më pranuan direkt në këshillin pedagogjik. Merrja pjesë në të gjitha, e nga dorën, nga probleme, bënja. Edhe isha njëri që s'mpushonte goja kur kishte diçka të drejtë për të ngritur. për jetën që bënim ne për studentat. Rinja në punë time në ato punë. Por kisha më raste të tilla dhe edhe mua mu dha rasti që të dilnja dhe në dekadën e majtë, të tregohesha si një pjatë. Po, keni luajtur variacionet e Haik Zaharian. Po, që i kam paraqitur për herë të parë. Për herë të parë. Dhe jam e kënaqur se kam bërë diçka për një njeri shumë të mirë. Ai sot është një kompozitor i madh, me një aktivitet shumë të madh, ndoshta se timin. Se emrimi atëherë kishte një vlerë përcaktuese. Po. Unë po qese do vazhdojnja në Tiranë, nuk i dihet të shoqet e mia se kush do isha në kuptimin e aktivitetit shumë të vrrullshëm, më të bollshëm, më të domosdoshëm. Megjithatë, edhe në Shkodër, prandaj unë erdha në Shkodër vetëm, dhe isha shumë kurioze se si do të shkonte puna ime në Shkodër. Erdha këtu gjeta me një ambient. Ambient që kishte formuar përpara profesori im i kritikës, Albert Paparisto. Dhe ai, kur takoi me mua, thoshte, shikoj Irena, çfarë do që të mendosh ti, po deshe shkruaj, ma sill mua, unë e firmon, po shoh emrin tënd. Jam i bindur që ajo gjë është e vërtet, edhe është ashtu si mendon ti. Kjo më jepte kurajo shumë. E pas që këtu kishte një etje për dituri, ju ti të kujtohet, shkolla ishte e re, ishte më e mira e mundshme për atë kohë. Kishi dal nga ajo shkolla tjetër e shtëpisë së Dan Hasanit, që ishte me mungesa, në një shkollë që ishte gjithë dritë, shumë e mirë ishte si shkollë, edhe sot është prapë. Po. Edhe tash jemi te shkolla. Mua më interesonte shkolla. Mundi atëherë Edmondi ishte në Puk. Se ka ndonjë shumë disa 3 vite e gjysmë në Puk. U emërua aty. Duhet të njifte bazën mundi. Se kishte shfaqje moderne, kishte i kostum me bel, kur gjë, i rinte mirë dhe duke mirë. Për atë më pëlqeu, me kuadrate ishte një stof i mirë, ashtu austriake. Që dhe ja kishi qepur ju? Jo unë. E tjetër? Kishte qep një mjeshtër i madh që ishte që bënte kostumet e institutit. Aha. Pra ishin paksa shfaqje moderniste dhe në Puk. Kishte mësuar në Greqi. Po dhe Puka e mirë është e jona, por... Puka jetë si shumë mirë, qarë bëri ai? Sa vajti e nxori Pukën me flamur. Buri dramën dhe mori flamurin kombëtar Puka. Po. Kështu që edhe ai ishte punëtor shumë. Por ju e nisët, sepse kishte edhe disa nxënës shumë të mirë, unë mu përmend Aleksandër Gashin, për shembull. Kudo që të na ndjek, Sandër Gashin e përshëndesim. Po, mund të lidhesh me të nëse e keni atë. Në këtë momente nuk ndoshta është izën me punë. Aleksandër Gashi ishte një talent si puna atyre meteorëve. Që ose unë i thosha si sfungjer. Çfarëdo që t'i jepnje, ai e mësonte në vend, ishte i jashtëzakonshëm në këtë punë. Talent i veçantë. I veçantë, i përgatitur sidomos në kuptimin
e praktikës punës, të leximit të këtyre gjërave, ishte një koncert edhe unë mora një termus me kamomil se mendonja se ky do të luante për herë të parë. Ai thosha do të ketë emocion. Kush e di çam ngatron aty, si s'kisha akoma nuk e kisha vënë në provë. E mora një termos me vete. Do dysh për këtë e çash ai termos. I them unë është me kamomil të ngrohtë. Të ngrohtë jo vetëm duar, po ta pish një çik se të qetëson. Edhe hyn një çik me që se ishte shumë natyrë vrullshme, shumë aktiv. Edhe më thotë, zysh, atë pije për vete se ti ke më shumë emocion se mua, më duket e zverdh ti, unë nuk vija këto folë. Ama kështu bukuri, dhe unë bjeri atërë ashtu si kemi punuar edhe. Në fakt, unë solla medaljen e parë me të. Ai doli dhe konkuroi për mbas një semestri punë me mua. Për herë të parë i ra me orkestër Rapsodis Tonin Harapit, një vepër jashtëzakonshme. Midis ballit më ke një pikë. Me temë shkodrane. Një mrekulli. Hapësire jashtëzakonshme, melodie, një harmoni e bukur. E thjesht ajo të mëson se si i bie pianos edhe ai Chopin shqiptar. Chopin shqiptar ka bërë një vepër të jashtëzakonshme. Po shqiptar ajo flet shqip shkodranisht biles. Unë s'di të flas, aq bukur sa flet ajo vepër. Është një vepër brillante. U bë një punë që nuk mund të bëhet më. Them mbas edhe bëhet prapë, po bëhet në forma tjera tash. Pse? Se unë atëre kërkonja konceptin pianistik. Dhe duke qenë kështu e thelluar në këto punët e mia, në tingullin, në formën, në përmbajtje, në aftësitë riprodhuese dhe tjetërsuese të materialit, kur erdhi Tonini e dëgjoj atë. Pa bjeri çik, ka çana ke si të djalin e ri, pa bjeri çik, ke marrë dhe veprën time, i tha, dhe më të bukurën i dha. Pa bjeri çik të qoftë, edhe filloi ai ra. Ty, thëmë. I bënte kështu, edhe ecte me ritmin e tij. Boll, tha, kuptova, më tha mua. E ke rritur çik tempin, po i pas ka bërë mirë, tha, se kështu është më djaloshare, tha. Se unë e kam dëgjuar, tha, vetëm kështu të shtrirë si e kemi koncept, ti pas ke ecur 5 vjet më mbrapa, thashi që i ke bërë, ke gjetur një burim tjetër kësaj. I them unë, ashtë mirë? Ashtë shumë mirë, tha, këti i ri shumë mirë, ke bërë shumë mirë që ja ke dhënë. Ja kam dhënë me shumë frikë, se është puna e parë që bëj me të dhe nuk e di mirë që mund të bëj akoma tamam. Jo, tha, është realizuar, kretë mirë. Atëherë unë isha e qeti, thash, i jepi Aleksandr, ta nxjerrim Shkodrën një çik. Ai doli i pari dhe i dhanë medalja Hari në mënyrë absolute. Gjithë Tirana u lëshua, kush është ky e kështu, edhe me tërmend, pastaj mbas disa vjetësh kur mbaroi shkollën e lartë, mbas 4 vjet e gjys, i takoj. Ai luajti Liszt, koncertin e Lisztit numër 1. Edhe luajti shumë bukur, nëse bëj punë mikrofon. Ja. Atë koncert kishte luajtur zonja Margarita Kristidhi, që është pianiste nga të para. Mas Tonin Guraziut, që kam shumë respekt, një profesor jashtëzakonshëm. Që e kam njohur, kam edhe historime të ndoshta flasim. Ajo ishte nxënësja e tij, edhe kishte një frym në Liszt, një frym shumë njerëzore, shumë të bukur. Unë e mbanja mend si ka luajtur ajo në diplom. E pse se unë që 9 vjeç kam shkuar në opera. Historia e operës është tjetër gjë. Është një kapitull i madh. Do flasim një herë tjetër. Ishte edhe amatore e operës, dhe derisa ika nga Tirana, unë vinja në çdo shfaqje të operës. Çfarë do që t'ishte? Gjithsesi, edhe më fal. Solli medaljen e parë. Atëherë kur erdhi puna të konkuronte që kishte këtë koncertin, ky bëri koncertin, bëri Bach koncertin, kështu Chopin, etyt Chopin, luajti mbrapa pjesë shqiptare dhe luajti koncertin përgatiti koncertin e Cezadejes. Koncerti madh shumë dhe tamam për këto moshat e tij. Shiko, repertor më të bukur se ka që mund të luash edhe madhor. Ishte një gjë që klasik. Po. Këtu në Shkodër, kur luajtëm në hall të shkollës muzikës, se si ishte atëherë ajo në gjendje salla është bërë tash i vonë. Edhe ishte një heshtje, ishte një mirëpritje, një ngrohtësi. Megjithëse nuk ishte domethënë koha shumë si sot, luajtëm edhe kishte mbetur fryma njerëzve. Kjo kuptohet nduar trokitje. Është një instinkt që të formohet nga skena. Te kam nga skena, që kur bën salla për një herë, ajo është e vërtet. Dhe publiku shkodran këtë ta jep me sinqeritet. Prandaj, unë kudo që kam shkuar, edhe kur kam përfaqësuar jashtë, që më është
më shpytur se ç'është Shkodra në muzikë. Kam thënë që është një terren që del gjithmonë talenti, del vetë, natyrshëm. Edhe me këdo të merresh nuk shkon dëm. Për ati momenti, unë kam provuar që edhe kjo është në një konkurs në vitet 2000, kur qova Klevis Gjergjin, që dhe ai sot... Klevis, përshëndetje. E përshëndesim Klevisin, po. Edhe Klevisi ka qenë një eci punë. Janë breza. Filloj me Aleksandrin, 32 breza mbaj mendon që kam kaluar me ju. 32 breza nga 4 vjetë, dhe me thënë se ato janë të gërshetuar. Po. Edhe gjithkund po unë mund të them shumë emra të tjerë. Emra dhe që nuk kanë pasur fatin të mbarojnë shkollën. Për shembull, një pianist i jashtëzakonshëm ishte Ardian Hoxha. Po, në Amerikë. Në Amerikë. Një jurist që është bërë jurist tashi, ishte Ardian Çela. Kishte një gisht pianistik të atill, kur ka luajtur Rahmaninova i kam dhënë koncert. Pra, e duhet të them këtë se kjo është e rëndësishme, jo për mua, për ambientin. Dhe unë nuk duhet të them ne, klasa e pianos ose shkolla e muzikës ose me kolektiv, kudo që ashtu. Ne është më mirë, pse? Se kjo është një punë e përbashkët, është një komunikim. Viola Paqrami për shembull. Viola artiste. Edhe sot Viola një këngë t'ju mësoj atyre në kor, e ka gjithë shpirt, e ka gjithë melodi, e ka një zë shumë pastoz, shumë të mirë akoma. Edhe nxjerrë, është e muzikës, është brenda në muzikë jeton, kështu ishte edhe nxënëse. Tani kur mora klasën e parë, që ishte edhe Aleksandri, ishin 5 vetë. E 5-ta ishte Viola. Viola ishte goca e parë, domethënë që mora me të, dhe ishte në klasë 7. Po mendo se duhet flasim pak edhe për shumë teknika që janë vënë në rrugën e pianos. Nuk del vetë tingulli. Tingulli është materia kryesore, është i puna e bojës së fiktorit. Ashtu është. Dhe edhe kur ai flet, ai është pastaj fillimi dhe fundi i muhabetit. Ai flet vetë, edhe tjerët e kapin, ky spektatori shkodran sidomos, është shumë i kualifikuar në kapjen e këtyre nuancave. Përsërish të kënaq shumë. Mund të rish shumë e fol, por ndoshta jo të gjithë na. Jo, pikërisht nuk dua të flas shumë tash. Artikulimin e çdo gjëje që buron nga mendja dhe zemra dhe që derdhet në tingull, e keni lustruar, e keni mikluar, e keni spjeguar, e keni afruar, e keni frymzuar tek nxënësit tuaj. Por dhe ju vetë në interpretimet tuaja, ju ka takuar edhe si koncertiste, por edhe në lojën e ansambël, në kuartete. E keni shprehur këtë me skenën tuaj të interpretimit. Jam munduar, për këtë kam punuar shumë. Dhe nuk e di ku e kam gjetë gjithat forcë, se unë jam një grua, edhe isha një grua. Kur u bëra 17 vjeç më bënë dhe në drejtoresh. Aty kuptova që s'isha, aty e bëra ne, fjalën ne, e fitova atëhere. Se unë nuk isha më vetëm, po punoja për gjithë shkollën, dhe punoja pa e ditur se si do më shkonte puna. Po vetëm punoja. Kisha vetëm një gjë, që çdo gjë e bënja përpara në modelin e liceut që kisha bërë vetë. Po. Në modelin e shkollës nga kisha ardhur, në modelin e asaj që po t'ishte aty si do ishte vepruar në këtë. Dhe solla ca gjëra. Çfarë solla? Solla, të kujtohen ato kontrolle teknike? Kontrolle teknike për çdo muaj. Për çdo muaj. Në të gjithë ciklet e shkollës, në të gjithë materiet e shkollës. Kjo i vuri fre subjektivizmit vulgar nga njëherë. Që një nxënës që s'ishte për atë punë, kishte hyrë, këtu më ka ndihmuar Alberto Paristo. Ka thënë, shikoj Irina, jenë në drejtoresh e re. Se vini shpesh ato në shkollë, edhe po t'rregoj se çfarë bisede bëjnë me to. Thosha, mos vinit më kontrolloni, se unë jam rregull me këtë punë. Po vinit më mësoni se çfarë i mungon kësaj shkolle që duhet ja jap unë. Edhe ato thoshin, më thoshte ai mua. Irina, është vetëm një rregull në drejtim. Edhe unë dëgjonja që thoshte profesori. Ishte edhe mik familje, se vinte te ne, knaqe dhe me mundin, bëni edhe probleme regjie, se kishte bërë një oferë dhe ishte vinte me mundin e nuk arriti ta vërë. Nese, ishte ishte personel pa mas, është si punë e një mali korabit, të vi mali korabit,
Ai është një njeri pa zbuluar akoma. Sa njerëz të shquar që hynë në jetën e gjithë secilit, por që i takojmë dhe shqyqysh i takojmë, lën bresa. Lën bresa, lën gjurmë. Po, kam dhe një letër shumë të bukur të ti, po nuk e kam marrë me vete sot. Edhe që më tha, Irena, që drejtosh drejt, tha. Që ti eshe drejt me gjithë ta njerës, ishte për kolektivi 100 i artistikës. Nga 15 që gjeta unë, u bë 45, pastaj u bë 100, po të regoj dhe si erdhen ata. Edhe se është me interes. Është me interes, ta din njerëzit, se ta atëherë është punuar. Është punuar në ato kushte që kemi pasur, por dhe sot duhet të vlerësojmë edhe sot që gjithmonë do punohet, se është vetë terreni, arti do punë. Unë po ju tregoj se sipas meje, ajo kohë ka qenë një kohë tepër e begatë dhe e frutshme. Jo më kot, nxënësit e asaj periudhe, në të gjitha degët, kanë pasur një ecuri të mrekullueshme. Shumë prej tyre u bën pedagog të shkollës, shumë prej tyre zunë vënd në orkestra edhe përtej shkollës. Dhe spektatorët që mbetën ishin shumë të vlefshëm. U bën koncertist, por edhe kanë një ecuri të madhe e të mirë edhe jashtë vendit. Është pikrisht ajo vatër pune e asaj periudhe. Kanë krijuar bagazh me fjalë. Duhet të hidhen poshtë dhe periudhat e tjera, absolutisht jo. Por unë do ta quaj si një periudhë klasike të formimit të artistëve, të cilët sot kulmojnë, sot edhe që dje kulmojnë me vlerat e tyre. Ashtu është. Unë po thosha për profesorin, më tha që të drejtosh në shkollë të muzikës, duhet të marrësh diplomat e atyre që të vinë. Njeri pa diplom nuk duhet hymë në këto shkolla. Se ishte një kuadër që ishte kuadër i marrë nga jeta, pak me disa forma, jo pa shkolla përkatëse tamam me diploma e me kështu, po ishte me aktivitet artistik të mirë dhe duheshin ata. Unë i gjeta të tillë, sidomos në disa sektor ishin shumica. Edhe në piano që erdha unë kisha përpara me mësues me shkollë lice artistik 2-3 vajza që ishte Zhyliha, Çoçja, atëre Ilda Nënshati, edhe Fatmira Pelushi, 3 mësuese që i vunë shpatullat fillore se 8 vjeçare se. Fatmira ka qenë. Po. Mrekullueshme. Edhe Zyli ka mbaruar mirë. Zyli ka mbaruar me Anita Tartarin. Të mrekullueshme ka qenë. Dhe Anita për një kohë ma la mua Zylin. Bëm koncertin 3 bashkë. Ju përshëndes. Jeni shumë të respektuara. Nuk mund t'i përmend të gjithë. E që tha, duhet mos vesh asnjë njeri që ka një diplom në një fushë tjetër që si takon ajo diplom. Pra do me mbaj drejtësi, se ndryshe tha bëre lëmsh në shkollë të muzikës edhe nuk fiton atë që do. Tjetra, nuk duhet hy kërkush, tha, edhe djali jot, tha, po tjetër, vajza. Nuk duhet hy pa meritën e konkursit të vërtet. Kanë qenë konkurse të forta. Të vërtet. Tani i thoshin e të pëmirme, për një notë kaq mbetet jashtë kry. Unë e fillova me pak një qik me, jo me egërsi, po me egzigencë. Dhe ai brez, për 8 vjetë, u mbush me më të aftët e shkollës sot që janë profesorët e shkollës. Ndër vite, deri para 10 vjeç, numëroheshin 250 vetë që kishin mbaruar me sukses Institutin e Arteve që ishte atë dhe ishin kuadro të rrethit të Shkodrës, edhe të ndonjë rrethi tjetër lezhe kështu. Kjo e di sa të mbush me kënaqësi? Absolutisht. Pse është fjala ne, nuk e kam bërë unë. Secili bëri punën e vet si ta profesori. Tani është profesoresh Irena dhe pianoja e saj. Pianoja e saj që në shtëpinë më hilli tingëllon gjithmonë. Në vimësi, apo jo? Po, për çdo ditë. Këtu kam një risi, se si jemi takuar ka disa vjet, një 3 vjet, po. Risia është kjo që unë këto 3 vjet isha vetëm, do të thënë në kohën e pensionit, nxënësat filluan ikën se shkolla punon. Ato që kam nxjerrë unë do të punojnë me nxënës edhe i kanë shkodrat e vetë edhe i marrin para meje, si më thënë. Megjithatë, dikush vjen te unë. Edhe e ndjenja veten si me një krah. Tiranës se kisha larg. Shkollën e muzikës, kisha ikur tash do të linjat punonin, të tjerët kur vinja unë kur të më thrisnin ata, më shumë. Ose kur të merrte malli, kalonja ndaj që bënja pazari dhe takonja ndonjë.
Koncertet I kam ndjekur në përgjithësi, se më kanë pëlqyer gjithmonë. Repertori, edhe këto pianistat e ri. Diku jam vënë ndonjë juri, I kam parë edhe kështu me kërkesë. Edhe e ndjenja vete. Shtëpia ka të njëjtat punë. Drekat mundohem t'i bëj të mira, se ata njerëz që kam në shtëpi dua t'i kënaq. Edhe më pëlqen që atë gjellë që kam, të shishme t'ja unë nxjerr, mos t'ja nxjerr kështu do si do. Është art. Edhe ai kulinaria është art shumë interesant. Interesant. Tjetër, kudo që më ka takuar të dal kur dilnja me grupe ose vetëm jashtë, takoj një gjëra të reja, mënyra kombinimesh, një kuzhinë krejt më moderne, më pëlqen edhe ajo. Edhe librat I kam bërë 2, 3, 4, kështu që I kam aty. Edhe mundohem që megjithatë më mbetej një kohë. E kisha gjetur në orën 8 deri në 9 këtë kohë, deri në 10. Dhe I binja pianos në këtë kohë. Fillonja, thosha, po I laj më vonë, po ngrohej gishtat mirë përpara dhe fillova me piano. Eci ajo punë. Merita Hoti, një shoqe që sot është edhe për shnes, është në Itali, më dërgon një libër. Ai libër ç'a ishte? Shumë I vlefshëm, se ishte I shitjes së pianove të mira Yamaha. Edhe kishin, thoshte, 50 vepra nga më kryesorët të literaturës pianistike. Një libër I zi, kështu luks, edhe pianot ishin piano luksi. E thot aty, shoqes time, që kemi jetuar ditët më të bukura të rinisë bashkë. Në klasë kemi qenë. E më thot, ja sjell dikush mondit aty te studio e djalit, një gjuadol, I thot, I këtë ma ka dhënë Merita Hoti, jam njeri I saj, për Irena Mhilli. A është gruaja jote? Po. Urdhno, thot është. Ajo më hapi syt. Çdo mëngjes kam gati një vit. Tani është bërë orari 9 deri në 10, se për arsyet e komshive janë ca që janë shqetësuar për herë të parë mbas shumë vjetësh se gjithmonë deshin t'i dëgjonin ato të mia, ku ka gjëfarësh. Po. Edhe e kam shtyrë 9 deri në 10, por unë bëj 1 orë për ditë intensive që bëj provën e forcës time pianistike. Ato janë nga gjërat fillon te Bahu, vazhdon te Mozarti, edhe Haydni. Veprat më të mirë, një Weber është aty. Janë pastaj gjëra të tjera që vazhdojnë me kompozitor Tchaikovsky, Liszt, Chopin, është një blok I mirë. Chopin, më duket se ka qenë kompozitori juaj I preferuar, nëse nuk gaboj. Romantikët në përgjithësi I keni parapëlqyer shumë. Po mua më përcaktojnë dhe Beethovenin. Beethoven. Pse se kam luajtur shumë dhe kam luajtur gati 4 koncertet e Beethoven, kam një histori tjetër aty. Kështu si unë atë Chopinin nuk e ndaj, e kam si gjellën time të preferuar tavolinës, si më thënë, nuk e heq. Edhe më ri mirë, ndjej veten mirë. Edhe kam çarjap, vazhdimisht heq shumë mërzira me të, qaj shumë halle me Chopinin. Kurse Beethoveni më bën që të jem këmbgulse në atë që të vazhdoj ditën, më jep vullnetin e sakrificës. Një logjik absolute që është e jashtëzakonshme. Diapazoni Beethovenit, nga pianissimo në fortissimo. Po, ai kontrasti. Të gjitha. Po çfarë ka ndodhur me Beethovenin tip? Ka ndodhur që në vitin e 4 timin erdhi një pedagoge nga Rumania, Ana Iftinki, quhej me shumë emër aty, e motra e Modest Iftinki, që ishte edhe ai një profesor shumë I mirë violine, shkolla të mira. Ajo solli aliazhin e fundit të pedagogjisë botërore, me bazë në Francë, në Paris. Në Paris ishte bërë një kombinim I shkollës ruse me atë franceze. Pra mendoj, ai ishte luks I lukseve. Dhe kur kjo duhet përcaktuar. Deri atëherë ne kemi punuar me kështu programe ruse. Dhe nuk ishin këshia, ishin të mira ato. Pedagogjia klasike. Akoma sot mua më shërbejnë edhe të gjithëve I shërbejnë. Dhe s'mund të thot kërkush se ishte pianizmi botëror, buronte që aty. Kishin punuar profesor Negaus, e tjerë, pastaj Richter, Gilels, të mëdhenj shumë, Brailovski, mund përmend mbi 10. Kështu shumë të mirë pianista botëror të mëdhenj.
Ne nga ato ishte i vetmi burim që kishim dhe na u hapën syt, me ato formuam, na dukeshin si gjëra fare të thjeshta, po kur i binje para të tjerëve, pastaj e di sa mirë ishte që ishte një gjë e vendosur në një shkollë që fillonin e të ndanin veç, të tërhiqeshin se kjo din këtë, si me thënë. Ajo filloi me ne një përmbajtje të re pedagogjike dhe kishte 5 nxënës. Unë isha e lejuar që të merr një pjesë në mësimet e saj dhe rinja nga 6 orë aty. Në këtë kohë, Instituti i Arteve më kishte dhënë një piano të përbashkët mua bashkë me shoqen time, që studionim në shtëpi se ishte ngarkesë shumë e madhe, nuk përballoi vetëm me orët e shkollës. E na kishin bërë këtë favor. Nëse quheni si favor, si vetëm mundësi për me studiu, nuk ishte një piano jashtëzakonshme, ishte një piano që akoma ishte në gjendje pune. Dhe na bëheshin gishtat kuq deri këtu, në ato dimret e... Dhe mua më desh që të filloj, kur shikoj atë se çfarë bënte. Ishte një tingull që të jepte edhe një herë më shumë forcë, fryme. Aty pastaj personalizohej tingulli. Edhe kjo ishte një minjerë që na erdhi ne, një e mirë që të vjen nga lart, që nuk mund ta vesh, atëherë unë fillova e para. Si ishte që fillova? Unë nuk isha përcaktuar në ato nxënësat e saj, isha vetëm dëgjuese, po duke dëgjuar më lindi një përshtypje që nuk merrej vesh diçka te ne. Edhe ti e di çfarë është bryli, se ke punuar me brylin. Unë e kuptoja që vinte tingulli deri këtu dhe vinte deri këtu, po nuk e dinja si mund të lidhej kjo këtu. Nuk e ndjenja, te të tjerët ato që binin. Mbaroi mësimi, një ditë i them, të lutem profesoresh, mund ta bëj një pyetje? Po. A mund t'ja prek pak brylin? Se ne janë të kontraktuar. Jo, si thash, di ajo ishte duke, po si tha edhe i ra, po i binte një bah. Unë vura brylin këtu dhe kuptova që ky bryl nuk ishte ai bryli jon. Ishte bryl pupël. Ishte, do me thënë, linja shkonte e derdhur në piano, nuk e pengonte kërkush, s'kishte asnjë post blok. Kjo është. Edhe aty kuptova, sa më i mirë. Ato më thonë tjerë, ato gocat e tjera që ishin aty shoqet, edhe pedagoge. Ç'ai thënë? I thash si a mund ta vetë dorën te bryli. Po çfarë desh bryli e asaj rumunes ty? Atëherë nuk mund prekeshin të hujt. Janë gjëra shumë interesante. Çfarë thot ajo tash? Marrë mësimin dhe tha, do t'ju them diçka. Ajo vretja që më bëri, tha, ajo studenti aty, Irena, tha, se na njihte pastaj, tha, është shumë e nevojshme, tha, e shoh, tha, që juve ju mungon. Është elasticiteti, tha, që është ajo që pengon tingullin të bëhet i gjatë, të bëhet riprodhues, të bëhet përfaqësues. Duhet një impostim shumë i mirë për të shprehur tingullin. Pra, në vitin e 4 unë fillova impostimin e parë, ta përsosnja, ta bëj një aplikim. Është një libër i madh i kujtimeve tuaja. Ku doli kjo punë? Më tha, mbas unë do të të marr plusa. Mos i thuaj fare, thas në dekanat as kërkun, ti do të rish mbas mësimeve të tjerëve, do më presësh mua këtu, dhe unë kur të ke mundësi do të merrem me ty, dhe do të fal 4 stile. E bukur. Çfarë ke ti diplom tani? Me çfarë po merr se do të përgatitjun jam diplomën tash. I thash kam kështu. Shumë bukur, tha, ke koncertin 4 Beethoven, tha. Tha, e jashtëzakonshme, do kënaqemi shumë. Tjetër kisha Chopin. Chopinit duhet, tha, patjetër. Bach, po. Kisha këto, sonat Chopin, sonat Beethoven. Një programi i plotësuar. Jo, kisha edhe Cezadeja koncerti, kisha 2 koncerte. Po ke shumë, tha, se ke 2 koncerte. Jo, do ta luaj shqiptare, një theste, kam time, nuk mund ta lepa. Mirë, tha, edhe ata e bëjmë. Po aty, tha, unë nuk të ndihmoj dot, tha. Do ta dëgjoj, tha, të përfunduar. Po. Mirë. Më kërkoi vetëm diçka. A ka mundësi, tha, të ma kopjosh, se kopjoni me dorën atëherë. Po. Këtë pjesën e këtij variacionit të atij idealit që ke luajtur, tha, Zaharian. E dua, tha, se është një gjetje shumë e bukur. Edhe me tërmançar ishte një teknik tremolosh. Dridhje. Edhe ashtu në harmoni ajo ujonte, notonte. Edhe ajo kërkoi atë. Asgjë s'më kërkove, tash unë ta jap me dëshirë, çat ke mund shqiptare, më vjen mirë që ta marrësh. Ajo mori vetëm atë dhe më dha gjithë këtë kulturë. Kemi punuar 9 muaj dhe më tha vetëm kaq. Do të dëshiroj një Irena, sa të kisha nxënëse vetëm 3 vjet aspirature e të shëtisnim gjithë botën. Tashun, çfarë?
Këta të huj të bëjnë. Nuk është koha. Jo, Më vonë. Jo, s'dinja dhe më vonë vinte zinte ka, po këto bë kanë furçë, thash ta huj. E mora për një gjë që nuk ishte e vërtet. Megjithatë mua jo më shërbeu shumë. Unë punova shumë fort. Pra punonja shkollën, edhe mrapa, o përpara kur ta kisha kohën 1-2 orë për çdo ditë do merrnja të vendosnja dorën në piano të nxjerrnja tingullin e gjatë. Po. Tingullin për 5 autorët që do luanja, e kur i lujta ato, se kisha problem fare. Tashti, pianoa që mbaj sot, është ajo. Pra, unë i bie pianos, dhe i bie pianos me të gjitha kërkesat maksimale të mijat, pse se dua që sa t'jem gjendje, çka kam tjetër nga gjithë jeta unë? Pianon kam. Piano Pa është që e ida. zemrën e mbushur me njerëzit, Pastaj, me familje. përpara kësaj kam familjen. Absolutisht. Që asaj familjes janë vënë dispozicion totalisht. Zysh Irena, Një orë bëj piano. ndoshta këto bulza emocionesh të përditshme, 1 orë, 2, 100, 1000, me siguri kanë një dritare të hapur. Ndoshta një koncert. E keni menduar ndonjëherë? Dëgjoj, nuk jam në bioritmin e koncertit. Kam dalë. Po unë koncert për ditë i bëj lagjes koncert. 1 orë i bërë. Libri në fillim e qes në fund. Edhe kam minutazhin 50, sa është 1 orë 60 minuta, 60 ose 80 minuta, unë mbaroj komplet librin. Dhe janë 50 pjesë të mira. Ky është koncerti i shpirtit. Po. Edhe këtë e quaj testin e pianos, pa bërë këtë unë s'kam bërë punë të shtëpisë. Po se Shpirti artistik. Jo, në qoftë se do të jetosh vetëm nëpërmjet aktuales. Nuk duhet të ikesh nga aktiviteti. Sa bukur. Po aktiviteti të jep përsosmëri. Unë kam konceptin tani, se duart janë të mësuara. Kam qenë në Është fituar. Varshavë dhe aty në Łazienki në një park shumë të madh, çdo të diel luhej Chopin, sepse vendi. Dhe aty në atë ambient të hapur njerëzit spiptinin kur tingujt rrëmbenin gjithë hapësirën. Sa shumë do të dëshiroja që aty të ishte pianistja Irena Mihilli. Faleminderit, është Ta uroj me shpirt këtë një konstelacion i aktivitet bukur, të përditshëm, këtë blatim të bukur artistik. Unë fluturim, unë i bia ati libri Kryqet Erthor, edhe knaqem, harroj dhe hallet e përditshme një çik, ose gjej zgjidhje në ato mendimin tim. Ruaj konceptin e ditës. Është si puna fiskulturës, e di? Është palestra ime. Se pa palestër muskujt Do ta përfundoj këtë me një thënie të Beethovenit të madh. Muzika duhet të rrëmbej zjarrin e shpirtit të njerëzve. Është kjo. Nuk duhet ta shuash zjarrin. Tash nuk e di, është kjo ose është një gjetje kështu praktike që nuk dua, është si puna e atij njeriu që e sheh që jeta do ta bëj të vetën dhe po e bën të vetën, por mbahet, nuk dorëzohet. Është një shumatore. Është një shumatore që ecën me ritëm të përditshëm, artistik, por edhe me një akumulim dhe kontribut të jashtëzakonshëm. Shumë vjeçar. Unë e quhet zakonshëm dhe jo vetëm. Jashtëzakonshëm. I jashtëzakonshëm sepse mësuesi nuk është njeri i zakonshëm në konceptin tim. Sepse ai hedh dhe lë gjurmë të pashlyeshme në jetën e shumë nxënësve, në formëzimin e tyre. Në rastin tuaj në formëzimin artistik, për të marrë më pas rrugët e mëdha të jetës së tyre. Ai është person në zgjidhjes. Ky është jep zgjidhje. I madhi mësues, i madhi artist, e madhja profesoresh Irena Mihilli. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë që ishe sot në Mirëmëngjes Shkodër me shumë respekt dhe mirënjohje. Në emër të nxënësve, por të bashkëkohësve, ju falenderoj dhe ju uroj paqe jetën e gjatë dhe të gëzuar, e të lumtur. Falenderit, në të gjithë hapësirat e shpirtit tuaj të bukur. Je shumë artiste. Dhe unë të konsideroj, jo, nuk është paksa, unë të konsideroj tamam kolege në art, pse ti ke artin tjetër, atë se është bashkim artesh jeta.
Edhe unë të uroj që të ecë sa më shumë në këtë fushën e gazetarisë që keme shumë për kushtim. Atë e bën dashuria. Atë e bën dashuria dhe Se pasione. nxjerr edhe atje ku nuk ke shumë gjërat, më thënë janë mbuluar gjërat, ti nxjerr gjithmonë. Shkodra ka njerëz të mrekullueshëm, aktivitet të jashtëzakonshëm. Ka histori. Histori, Shkodra, është thjesht qytet me detyra histori. ime, edhe kolegëve të mi. Ju falenderoj shumë. Tashti unë dua të bëj një falënderim. Po, patjetër. Unë dua të falenderoj shokun tim, Edmond Hilli. Pse? Është shoku im I jetës. Por sa jeta forcohet edhe rëndohet, shoku im më frymëzon. Ai është dëgjuesi i parë i këtij koncerti, se jemi të dy të karantinuar në shtëpi tash. Është mirë me shëndet, shiqyrë, është mjaft. E përshëndesim me shumë respekt regjizorin e mirë njohur. Ai për mua bën kritikun Albert Paparis, do të atë që ai mungon. Për ndryshe nuk do të kishte këtë bashkëpunim dhe harmoni mes njerëzish. Do të thënë është i pari Dhe bashkëshortësh. është i pari në atë që dëgjon, në atë që dëgjon i pari, atë që bëj unë. Për çdo ditë. Dhe më thot, sot ke bërë mirë. Sot Një mrekulli. Respekt i e jashtëzakonshëm. kam një njeri që më dëgjon. Se tërë problemi është të gjesh dëgjuesin, Merita. Edhe ti Është ashtu i ke mrekullia. problemi. Ajo vatra e ngrohtë është mrekullia e botës. Ashtu. Pre aty marrim frymëzimin të gjithë. Ashtu është. Paçi jetën e gjatë, profesore Shirena. Faleminderit. Dhe gjithmonë kështu me këtë vitalitet dhe bukuri shpirti siç e keni. Ju falenderoj. Faleminderit shumë. Ju falenderoj. Ishte një mëngjes i këndshëm. Tashi do të shkoj të bëj atë që se kam bërë. Piano, tani piano. Kushdo që do të kaloj poshtë në orën 9 deri në 10, do të dëgjoj koncertin. Aty janë shumë, edhe ato banorët e lagjes e kështu. Është koncert falas, po koncert shpirti. Unë i bëj edukimin atyre, ata le ta marrin si të duan, unë e kam për mirë këtë gjë. Patjetër, Se faleminderit. them që muzika të zgjat jetën. Patjetër, faleminderit.